Dasma shqiptare 2017 paraqet. Është e habitshme se si sillet bota. Unë jam 35 vjeçe, një nën që rrit vet djalin e saj pas një ndarjeje. Si çdo nën, mundohem t'ja plotësoj të gjitha djalit tim. Ndaj, e regjistrova djalin në një ekip futbolli këtu në qytet. Çdo pasdite e merrja për dore, i vishja kepucet dhe e çoja në stërvitje. Ditën e parë që shkuam tek fusha, pash trejnerin e tyre. Ai po rrinte me kurriz nga unë, po rregullonte ca topa në fush, e kur u kthyen nga ne për të marrë djalin, unë shtanga. Ai zë, ai shikim dhe ajo ecje me habiti. Ishte Iliri. Iliri kishte qenë shoku im i klasës në gjimnaz. Atëherë ishte djali më i pashëm i shkollës, kapiteni i ekipit të rinjve, e kurse unë isha një vajzë e tërhequr, që rrinte gjithmonë në bankë të dytë. Të jem me sinqert, atëherë mbaroja për të. Kisha një simpati të jashtëzakonshme, por kurrë nuk kisha guxuar që t'i flisja e t'ja thoja hapur. Ajo ofrua tek rrëthimi i fushës për të marrë djalin tim në stërvitje. Me pa një herë, pastaj me pa prap, e bëri një hap para dhe hapi syt nga habia. Ej, me tha me zë të lartë, mos jeti ajo vajza e bankës së dytë që s'me jepte kur detyrat e matematikës, dhe u qesh. Edhe unë qesha, u çlirova me një herë. Unë jam, i thash, po i kishe gjitha ato vajza rrotullat herë, e s'te duheshin detyrat e mia, i thashon. Ai buzëqeshi, me zgjati dorën dhe aty për aty diçka ndryshoi. Dora ati e ngrohtë dhe ai shikimi i tij që më shihte direkt e në sy. Ndjeva ca flutura në stomakun tim që i kisha harruar që nga koha e gjimnazit. Ai ishte pjekur e ishte bërë një burr, me trup të mbajtur nga sporti, po buzëqeshjen e kishte të njëjtë si atëherë. Që nga ajo ditë, stërvitja e djalit u bë momenti i ditës që unë prisja me padurim. Vishesha shumë bukur, vija pak parfum dhe ulesha tek shkallët e stadiumit e vogël për t'i parë. Iliri ishte profesionist, po sa herë që djali im gjuante topin, Iliri kthehej nga unë, ma bënte me sy dhe më ngrite gishtin e madh sikur thoshte djalin e ke yll. Pas disa ditësh, kur stërvitja mbaroi dhe fëmijët po shkonin të ndërroheshin, ai erdhi drejt meje, fshiu djersen me një peshqirë të vogël të bardhë dhe më tha: derisa të mbaroj djali, apim një kafe këtu tek bari i stërvitjes. Kemi plot 15 vite pa folur. Dhe kështu filloi një ritual i ri çdo ditë. Në çdo pasdite uleshim tek një tavolinë e vogël jashtë barit. Unë pija një kafe, ai pinte vetëm ujë. Bisedat ishin aq të natyrshme. Folëm për jetët tona se si kishin vajtur, për martesën time që nuk shkoi mirë, e për jetën e tij si beqar që akoma nuk po e gjente njeriun e duhur. Aty filluan edhe ngacmimet. Këtë radhë nuk ishin ngacmimet të tipit je e bukur apo diçka tjetër, por ishin sa ngacmime pak më të thella. Po ta kisha ditur që do bëheshe kaq grua e lezetshme, me tha një pasdite, duke përsirë kafen me lugë e duke mos më ndar shikimin, unë nuk do kisha humbur kohen me gocat e tjera të shkollës, do kisha ardhur drejt e tek banka e dytë, më tha ai. Unë s'kisha guximin as ta shihja në sy kur ai më jepte komplimente, por në fakt qeshja me shpirt. Tani u kujtove ti, i thashon. Dhe këto takimet tona
në barin e stërvitjes u bë një lojë tensioni. Ai më lëdhaton të flokët her pas here, dhe nga një herë me shikon të në sy, sepse ai edhe ja qiste sheqerin ka festime dhe ma përzjente me lugë, sikur po më shërbente. Por edhe poshtë tavolinës, gjunjët tanë gjenin gjithmonë mënyrën për të prekur kinse pa dashje. E njerëzit aty rrotull mendonin se ne po flisnim për zhvillimin e lojës në futboll. Por ne në fakt po zbulonim njëri tjetrin nga e para. Ai kishte ndryshuar në karakter, e po ashtu edhe unë. Ai ishte bërë më serioz dhe nuk ishte më ai djali i lazdruar që kishte qenë në gjimnaz. Edhe pse më shkonte mendja që taftoja në shtëpinë time për një darkë, nuk e bëra. Gjërat ndodhen aty ku se priste njëri. Ishte dita e fundit e stërvitjes për atë muaj. U bë vonë, e dielli perëndoi dhe dritat e mëdha të stadiumit u ndezën. Djali im mbaroi stërvitjet i pari. U ndërrua dhe shkoi të priste në makinën time në parking. E unë po bëhesha gati të ikja, po pastaj u kujtova që kisha lënë xhupin e djalit tek stoli i fushës. U ktheva mbrapsht, e të gjithë kishin ikur. Fusha ishte totalisht bosh, por vetëm Iliri ishte aty në mes, e po mblidhte ato piketat portokalli dhe po i fuste tek një rjet. Edhe zhurma e makinave ishte larg, e aty ndihej vetëm era e barit të lagur dhe qetësia. Unë ju ofrova ngadalë teksa ai nuk më shihte. I nderuarit trajner, i thash me shaka. Harruam xhupin, i thash. Ajo kthyen nga unë, i la piketën në tokë, erdhi drejt meje, mori xhupin e djalit tim dhe mu ofrua shumë, por nuk ma dha me njëherë. Qëndroj ashtu pak hapa larg, duke me parë nga gjysmë errësirën e dritave të fushës. Ai kishte veshur ato tutat e sportit, dhe rreth qafës kishte akoma bilbilin e stërvitjes, të varur në një litar të hollë të kuq. A di çfarë po mendoja ndërsa po mblidhja këto piketat, me thaj. Zëri i kishte zbritur një oktav me poshtë dhe ndjeja që kishte shumë emocione teksa me fliste. Çfarë, e pyeta unë, ndërsa tensioni që kishin mbledhur këtë javë ishte mjaft i lartë. Po mendoja se si e kam pritur çdo ditë orën 5 të pasdites, vetëm që të shihja aty të uleshe tek shkallët. Nuk kam dëshirë të shkoj në shtëpi tani, thaj. Unë bëra një hap para. Doja t'i afrohesha. Doja që ai të më mbërthente me të dyja duart e të më puthte. Doja që ai të më shtynte pas hekurave të rrethimit dhe të më puthte vrullshëm. Por akoma isha ajo vajza ndrojtur e bankës së dytë. Por guxim tani kisha më tepër, kështu që e mora vetë situatën e dorë. Ilirin e kisha përballë, që ndronte para meje duke mbajtur xhupin e djalit me një rendor, pa guxuar të me prekte pa lejen time. Unë ngrita një rendor ngadalë, nuk ja vura tek qafa dhe nuk ja ledhatova as flokët. Gishtat e mi kapen vetëm litarin e kuq të bilbilit që mbante në qafë, e tërhoqa pak që ai të më afrohej. Iliri u habit, shikoj dorën time teksa po gërgoja, e pastaj më shikoj në sy. Unë busjesha lehtë dhe me një lëvizje shumë të qetë e butë, fillova ta tërheq litarin nga vetja dhe më shumë, dhe Iliri tashmë e kuptonte se çfarë doja. E lëshoj xhupin nga dora, me të dyja duart me përqafoj shumë ëmbël, ndërsa unë tashmë isha e shliruar e gjitha. E ngrita pa kokën, që ai të më puthte,
dhe më në fund edhe ai e gjeti guximin dhe filloi që të më puthte, por njëherë duke shikuar anash që mos na shihte njeri. Ishte një puthje aq e ëmbël. Ishte një puthje që e kisha imagjinuar para 15 vitesh. Ishte shumë i gëzuar. Më dha një puthje sikur kishte gjetur njeriun që ai donte dhe kishte kërkuar që shumë kohë dhe s'po e gjente. Dritat e stadiumit ndriçonin vetëm fushën e zbrazët, ndërsa ne ikem tek një dhomë që ishte aty. Iliri mbylli derën. Tashmë filloi të më puthte edhe më shpejt. Më puthte në buzë, në faqe, tek gusha dhe mbrapa veshit. Edhe unë mundohesha të puthja buzët e tij të ëmbla. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.